E bën edhe të drejtje ta kriminela. Po I vrasin njerëzit, po I lën pa bukë. Ke pati me një krim të dali vetë nga molla? We will not be held responsible. Say, bull. Any independence. Say, no. Forced to live an excessive social this summer. Po jetojmë në një kohë ku gjithçka është me pagesë, por duket akoma e përballueshme. Keni parasysh 9.9 euro në muaj, 14.99, 20.99. Shumë të vogla, në dukje të padëmshme, derisa fillon dhe I mbledh. Që nga filmat që shohim, tek muzika që dëgjojmë, nga programet që përdorim për punë, tek makina që ngasim dhe shtëpia ku jetojmë, gjithçka po kthehet në abonim. Nuk blejmë më produkte si më parë. Ne marrim akses I cili zgjat vetëm aq sa zgjat pagesa. Në këtë episod do të analizojmë se si funksionon realisht ekonomia e abonimeve dhe pse kompanitë po e shtyjnë këtë model në çdo industri dhe çfarë do të thotë për pronësinë, lirinë dhe të ardhmen tonë financiare. Sepse pyetja nuk është më sa kushton, ajo është kthyer në çfarë ndodh kur ndalon së paguari. Tani përfytyro të zgjohesh në apartamentin tënd, des dritat. Kjo është një abonim për energjinë elektrike. Kjo është mënyra klasike. Kontrollon telefonin. Abonim për internetin, por edhe për të dhënat celulare. Mbase nëse ke mundësi financiare pak më të larta, I kërkon Alexas të përgatis kafen. Por ajo të njofton se rinovimi I kartës së kreditit për paketën e lavacas apo paskuqit është refuzuar gjatë natës, kështu që sot ti do pish vetëm një kafe kështu, ujë koke, sepse ai espresi që ti ke qef çdo mëngjes është vetëm në paketën ekskluzive. Del jashtë tek makina jote, e ke bler vitin e kaluar, por vazhdon paguan 20 euro për muaj që të zhbllokohen se ndelet me ngrohje në dimër dhe mbase 10 euro të tjera për softwarin e asistencës avancuar për drejtim. Tani kjo tingëllon si një skenar I menduar distopik, por në fakt është një ditë më se normale në vitin 2026. Ky është realiteti që konglomeratet financiare e adhurojnë dhe xhepi yt e urren. Çdo muaj shpenzon më tepër duke marrë me qira aksese për gjëra që dikur I blije një herë për gjithmonë. Bile mund paguash më shumë për këto se sa për ushqimet bazë. Fatkeqësisht nuk jemi më pronar, por jemi kthyer në përdorues aktiv. Dhe kushtet e përdorimit miq sapo kanë ndryshuar. Sot do të futemi thellë në mekanizmat e kurthit të abonimeve. Do të shohim si korporatat po projektojnë fundin e pronësisë për të garantuar bonuset 3 mujore, sepse qeveritë ndryshme në botë dështuan të ndalojnë këta vitin e kaluar, duke dështuar në këtë mënyrë të kryejnë detyrat e tyre për mbrojtjen e të drejtave të konsumatorit. Dhe mbase, edhe pse aparati yt I kafes mund të jetë duke komplotuar kundër teje. Mirë se vini në historinë e abonimeve. Krijimi I këtyre episodeve miq kërkon goxha kohë dhe mund, ndaj unë do isha shumë falënderues nëse ju do të lini një like, një koment, ta shpërndani podcastin në miqtë tuaj dhe nëse keni dëshirë të na linit donacione nëpërmes linkëve në përshkrim. E mban mend vitin 2005 plak? Është e trisht disi të kthehesh aq pas në kohë, por le të përqendrohemi për një moment. Në vitin 2005, nëse ti do blije një Microsoft Office, flasim në perëndim, shkoje në një dyqan fizik, një ndërtesë me drita dhe me atë aromën e çuditshme të plastikave dhe blije një kuti, brenda së cilës kishte një disk. Shkoje në shtëpi, e fusje diskun në kompjuter, I vije kodin 25 shifror të licencës dhe zotëroje Microsoft Wordin. Ose për ne të Shqipërisë, I jepnim një kafe dikujt apo një 5.000 lekësh dhe merrnim një version cracked. Tani mund ta përdori atë version të Wordit deri në fund të universit. Microsofti ty nuk mund ta çaktivizonte, se nuk mund vinte në shtëpinë tënde dhe të merrte diskun mbrapsht. Edhe nëse serveret e tyre shkrinin e nuk punonin më në një të ardhme, ti mund të vazhdoje dhe shkruaje CV-n tënde apo punët e tua çfarë shkruan ti. Kjo është pronësia. E ble një produkt që të duhet dhe ja shikon hajrin për vitet me radhë. Tani, nëse flasim për ditët e sotshme, të sfidoj të blesh Microsoft Office, se nuk mundesh. Mund ta abanohesh në Microsoft 365, po. Me fjalë të tjera, po merr me qira aftësinë për të shkruar. Në momentin që karta jote e kreditit s'ka don, zhduket dhe mundësia për të redaktuar dokumentet. Nga pronar, je zbritur direkt në përdorues. Dhe kjo nuk është rastësi më. Është një gru shteti ekonomik I projektuar me kujdes. Dhe për të kuptuar pse ndodhi kjo, duhet të flasim për drogën e preferuar të Wall Streetit modern, të ardhurat jetore të përsëritshme, Annual Recurring Revenue. Në epokën e pronësisë, kompanitë duhet të luftonin për çdo shitje. Se nëse Toyota shiste një Yaris në vitin 2010, merrte parat një herë. Për të marrë para sërish, duhet të priste 10 vjet që ajo makinë të dilte jashtë funksionit ose të bindte të blije një të re.
çdo 3 mujor filloni nga zeroja. Dhe për këta ishte e lodhshme dhe e pasigurt. Dhe kështu industria e teknologjisë gjeti një kod sekret, që shpesh do të abuzohej më shumë se sa abuzoja unë kodet e armëve kur lozja Vice City. Në vitin 2013, Adobe mori vendimin më të madh dhe më të rrezikshëm të asaj kohe. Ndërpreu Creative Suite, ku pagoje $2,500 një herë të vetme për Photoshopin dhe Premiere. E zvendçoi këtë me Creative Cloud, një abonim mujor. Në ato kohë përdoruesit shpërthyen në protesta, krijuan peticione, njerëzit dogjën simbolikisht figurat e drejtuesve të Adobe në internet, por Wall Streeti filloi të lëpinte buzët vëllai. Pse do thoni ju? Po sepse parashikueshmëria vlen më shumë se fitimi i menjëhershëm. Nëse të shes një produkt për $100 një herë, unë kam $100. Nëse të bind të paguash $10 në muaj përgjithmonë, jo vetëm marr $120 në vit, por mund t'u themi investitorëve të mirë se kam një ekosistem ngjitës vëlla, një sistem ku përdoruesit mbeten brenda dhe investitorët mbarojnë fare për gjëra që nuk shkputen lehtë. Kompani që funksionojnë me modele abonimi tregtohen në bursë me shumë fish vlerësimi shumë më të lartë se kompanitë që thjesht shesin produkte. Dhe të dhënat e konfirmojnë këtë. Studimi nga Zuora Subscription Economy Index tregoi qartë se gjatë dekadës së fundit bizneset me abonim u rritën pothuajse 4.6 herë më shpejt se sa, le të themi, indeksi S&P 500. Dhe kjo nuk është thjesht një trend, është një seleksionim i forcuar i tregut. Nëse nuk kalonit në një model abonimi, çmimet e aksioneve binte. Edhe bordi pastaj do të shkarktonte ty nga pozicioni juaj si CEO dhe do të zonconte me një tjetër që ishte i aftë dhe kishte dëshirën për ta bërë këtë punë. Edhe këtu fillon kurthi. Argumenti më i fortë në mbrojtje të këtij modeli është se ai ul barrierën e hyrjes. Dhe kjo është e vërtetë, se duhet të themi dhe të vërtetat. Është objektivisht më lehtë të paguash $10 në muaj për Photoshop se sa $2,500 më një herë. Në një farë mënyre demokratizoi aksesin në mjete profesionale. Po kjo është thjesht ajo shtresa e ëmblës e fotoksinës. Helmi është se pagesa nuk ndalet kurrë. Nëse do të bëjmë një llogari të thjeshtë, u abonove në Adobe Creative Cloud në vitin 2013 me $50 për shembull në muaj. Deri në vitin 2026 i ke paguar afërsisht $7.800. Dhe në fund, nëse sot ndalon pagesën, ke saktësisht 0 asete për të gjitha ato para. Nuk zëtëron as versionin e vjetër të softwareit, nuk zëtëron asgjë. Ke paguar 3 fishin e çmimit të licencës së përhershme të dikurshme dhe pjesa jote e pronësisë mbi mjetin mbetet 0. Kjo ishte mjaftueshëm problematike kur bëhet fjalë vetëm për software, por ky lloj virusi pësoi mutacion të mëtejshëm kur kaloi nga software në hardware. Një shembull tham keq dhe duhet ta përmend se është absurd, është BMW-ja. E di, unë duke folur keq për BMW-n edhe pse e dua shumë dhe më pëlqen si brand, po kjo gjëja është thjesht e lig plako. Në korrik të vitit 2022 doli lajmi se BMW-ja po prezantonte një abonim për sediljet me ngrohje në Korenë e Jugut dhe në disa tregjet e tjera, rreth $18 në muaj. Tani, ta shtjellojmë çik të gjën se është e pabesueshme, domethënë nuk e di se sa i lig mund të jesh. Spiralja e ngrohjes është tashmë e ndërtuar brenda sendiljes. Instalimi elektrik ekziston. Butoni e ke fiks atje tek paneli jot. Ti si klient e ke paguar fizikisht këtë hardware, kur e bleve makinën. Makina peshon njësoj, pavarësisht se ngrohja është aktive apo jo. Por një bllokim softwareik i koduar pengon në rrymën të arrijë te spiralja nëse nuk paguan një tarifë mujore. Tani po të japin me qerat diçka që ti tashmë e ke bler, ti i ke paguar një herë lekët për këtë. Tendonse BMW-ja u tërhoq pjesërisht pas reagimeve të forta, industria nuk është se ndaloi, thjesht u bë më e heshtur. Mercedes-i prezantoi një abonim për rritje për shpejtimi në modelet e saj elektrike. Aso kohe $1.200 në vit për të zhbllokuar fuqinë e plotë të motorit. Dhe sërish, motori e kishte kapacitetin, ti e kishe motorin. Thjesht ishte bllokuar me një software të koduar për të nxjerrë një tarifë vjetore shtesë. Dhe ky është kurthi i përdoruesit. Është të kuptosh se nëse ti zotëron realisht produktin, kompania nuk mund të përfitoj më nga ty. Por nëse ajo ruan pronësinë mbi softwarein që kontrollon atë produkt, atëherë ajo e zotëron edhe hardwarein nëpërmjet teje. Ti bësh organizmi pritës i rrjedhjes së këtyre të ardhurave. Dhe ja pjesa më shqetësuese për vitin 2026. Nuk bëhet fjalë vetëm për makinat luksoze më. Është zilja e derës. Okej, mbase ne në Shqipëri nuk e përdorim dhe ai shumë, po kush jeton jashtë në Angli apo në Gjermani e dini shumë mirë se sa paguajnë njerëzit për ziljen e derës në vit që ka një kamerë edhe mund të kontrollojnë nëse dikush vjedh apo jo. Dhe vazhdoi me termostatet për baznesa, bicikleta për ushtrime, printera edhe kështu me radhë. Edhe HP-ja, HP-ja
u pa ditë sepse prindërat e saj ndalonin së funksionuarin nëse anuloje abonimin e bojës. Edhe nëse brenda prindërit kishte fishek boje të plot, pajisja ishte koduar në mënyrë të tillë që verifikonte statusin e abonimit dhe kuptonte që nuk po paguaje. Në këtë moment refuzonte të printonte ndonjë gjë. Të rrofë që bleve printer. Është jetë absurde mos. E imagjino tani një çekiç që ndalon së gozhduari gozhdët nëse ti nuk i paguan gëzimit që shet gozhd 5000 lekë në muaj. Është çmenduri kjo. Kjo është ekonomia që kemi ndërtuar duke shkëmbyer pronësinë me aksesin, rehatin e përkohshme me lirinë e përhershme. Dhe duke bërë këtë, kemi dorëzuar çelësat e jetës son të përditshme në duar të një grushti korporatash që mund ta revokojnë këtë akses në momentin që karta jonë e kreditit refuzohet, ose edhe për arsye të tjera që sot i shohim përmbase do zgjerojmë një episod tjetër për këtë pjesë. Dhe nuk kemi folur ende për çfarë do të ndodhi kur ata të vendosin të rrisin çmimin, sepse ndryshe nga një kredi për shembull me normë fikse, jeta jote me abonime ka një normë të ndryshueshme që normalisht vetëm rritet. E mbani mend në fakt epokën e artë të streaming, pak a shumë vitet 2014. Ndiheshe super gjeni, se një të anulluar digitalin apo tringun automatikisht kurseje disa qindra euro në vit. Në shkëmbim u regjistrove në Netflix për 8 euro dhe kishe gjithçka ç'a doja aty, ku dëgjon ç'a shikoni ju, Office, Friends, filma, Disney, Marvel, bufe me përmbajtje të pafundme për çmimin e një pice, le të themi. Edhe aso kohë dukej sikur kishe fituar luftën. Mendohej sikur i kishe shpëtuar sistemit. Por e kundërta ndodhi. Ti re në grackën që thjesht u desh një 10 vite për të mbyllur dhe për ta parë se për çfarë po bëje fjalë. Ky është inflacioni i streaming. Në fund të vitit 2025 dhe në fillim të 2026, kosta e shërbimeve të streaming nuk u rrit pak, shpërtheu plak. Të dhënat nga departamentet të ndryshme të punës treguan që inflacioni i streaming arriti gati 20% nga viti në vit. A mos ishte kjo thjesht lakmi e korporatave? Po patjetër, më gjithmonë është lakmi e korporatave. Por mekanikisht arsyeja ishte se faza e blerjes dhe afrimit të klientëve përfundoi dhe kësaj filloi faza e përfitimit nga këta klientë të afruar dhe të blerë. Ja ta shpjegoj me disa fjalë të vogla. Për një dekadë kompanitë si Disney, Netflix dhe Amazon ishin të gatshme të humbnin miliarda dollar vetëm që t'ju lidhin pas platformës. Se Disney nuk interesonte shumë nëse Disney Plus fitonte para në 2020 apo jo. Ata thjesht donin që të vrisnin kablon dhe të kishin kartën tënde të kreditit në sistem. Me një fjalë po subvenciononin argëtimin tënd. Fjalë për fjalë po të paguanin që ti të ishe në sistemin e tyre dhe të shifje ku dëgjon tani X-Men apo Mandalorian. Por e ka darë dha bishtin mbrapa. Erdhi dita kur Wall Street u lodh nga rritja me çdo kusht dhe normat e interesit u rritën. Paraja u bë e shtrenjtë dhe investitorët ndaluan së pyeturi tani vllai sa abonent keni dhe filluan të pyesin ku është fitimi real. Dhe nuk vonoi, fatura erdhi. E normalisht unë dhe ti jemi ata që po e paguajmë. Rritja e çmimit në vetvete nuk është se është pjesa më e zgjuar e këtij kurthi. Pjesa më e zgjuar është paketa. Çfarë vihet re në vitin 2026? Ti nuk është se mund të marrësh më Disney Plus lirë thjesht edhe vetëm, por e ke paketimin me Hulu, ESPN Plus, është biçim oferte. Ndoshta plani yt i telefonit Vodafone apo Telekomi këtu në Gjermani për shembull, vjen me një paket falas Netflix dhe HBO. Duket sikur po kurse në një gjë të madhe, po ky është burgimi që të bëhet. Në industri kjo është e projektuar për të vrarë kthesën, se kthesa është norma me të cilën njerëzit anullojnë abonimet. Në ditët e para të streaming, kthesa ishte e lartë sepse anulimi ishte i thjeshtë. Futej filani donte të shikonte për shembull Stranger Things në një fundjavë binging, e mbaroje ti, e anulloje Netflixin dhe regjistroheshe në HBO për shembull për të parë Sopranot. Kërceje nga një abonim tek tjetri valla. Atje ku doje të ishe ti për momentin dhe çfarë doje ti të konsumoje. Po korporatat e urrejnë këtë kërcimin e abonimeve. Të ardhurat e tyre pësonin ulje ngritje si humori dhe shpenzimet e tyre. Kështu ata rishpikën kablorin. Duke paketuar 3-4 shërbime bashk, ata rrisin koston psikologjike të anullimit. Unë dua të anulloj Hulu për shembull, por nëse e bëj këtë, humbas dhe Disney Plus edhe ESPN-in. Dhe pastaj çmimi për dy të tjerat rritet. Kështu që çfarë bën? Qëndron. Paguan për 3 shërbime për të parë vetëm një apo gjysmë. Dhe nëse kjo tingëllon familjare është fiks siç funksiononte televizioni kablor. Dhe kaluan 10 vite duke u munduar të heqin kablorin nga tregu vetëm për ta rikrijuar atë fille për pe, aplikacion pas aplikacioni, derisa në fund përfundojmë në të njëjtën faturë të fryrë. Por tani më keq akoma duhet të menaxhojmë edhe një 12 pasuarde të ndryshme, interfejset e çuditshme që këta shpikin etj etj.
Dhe ja ironia, argumenti më i fortë në mbrojtje të këtyre kompanimeve është që përmbajtja është e shtrenjtë. Dhe në fakt nuk gënjejnë më, përmbajtja është e shtrenjtë. Rings of Power i kushtoi Amazonit gati $1 miliard. Nuk mund të financiosh seriale miliardçe me abonime $8. Në qoftë se do jemi realist, zhvendosja nuk ishte për vlerë të drejtë. Bëhet fjala për atë lock-in, kyçje, sigurimin e fitimit. Në janar të 2026 pam gozhën e fundit të arkivolit të epokës së streaming të lirë. Platformat kryesore jo vetëm që rritën çmimet, por shtyn agresivisht reklamat. Niveli pa reklama është një produkt luksi. Jemi kthyer në modelin e televizionit të para viteve 1980. Paguan tarifë mujore dhe shikon reklama. Bile, në ato vite, kush i kishte mundësit mund ta regjistronte emisionin në kasetë ta mbante për gjithmonë. Sot nëse ndalon së paguari haracin mujor, ekrani nxihet plako. Nëse duket se abonimet e softwareit janë bezdisshë, prit sa të dëgjosh për kontrollin e hardwareit. Se kjo është pjesa e kurthit ku kompanitë sigurojnë që edhe nëse zotëron fizikisht objektin, në realitet ti nuk e kontrollon dot atë mik. Ta shpjeguar më thjesht do marr një shembull që në fakt është edhe shembulli më i mirë i këtij makthi distopik. Për çudi nuk është se është në një kompani teknologjie Meta apo ku dëgjon në Silicon Valley. Është një emër, John Deere. Nëse ti je një fermer gruri diku në Amerikë, sapo ke shpenzuar një $500,000 për një autokombajn, asu nuk e dia plak, këto traktorat dhe mjetet e tjera të agrikulturës janë çmendurisht të shtrenjta. Gjithsesi, $500,000. E ke bler zotëri, do të ron gomat, metalin, xhamin, më thet thash. Por në momentin që një sensor prishet, më keq akoma në mes të sezonit të korjes, ajo makineri kthehet në një objekt 15 tonësh që thjesht zë vend. Pse do thoni ju? Sepse John Deere bllokon softwarein. Ti që je pronari, nuk mund të lidhësh një laptop XY me traktorin tënd për të diagnostikuar se ku qëndron problemi. Nuk është ashtu që thjesht ta sencosh ti vetë pjesën e prishur, se dale, ku jemi tu? Duhet të presësh një teknik të autorizuar që të vi, të lidh laptopin e tij, të japin një faturë me $100 vetëm për t'i thënë kompjuterit se po, pjesa e re përshtatet vllai me rregullat e kompanisë dhe lejohet të funksionojë. Në shembull tjetër, fermerët në Nebraska për shembull u detyruan të blejnë firmware të hakuar nga faqja ukrainase vetëm për të rregulluar traktorët e tyre. Tani e kuptoni ju se ku i shtyn njerëzit këta? Detyrojnë fermer, njerëz normal, të bëhen kriminal kibernetik vetëm për të korrur misër, sepse një korporat vendosi që pronësia nuk e përfshin të drejtën për riparim. Çmendurira. Edhe nëse do duket vetë larg fermerit se je i ulur ku dëgjon në një zyrë avokatie, mos mendo se nuk jenë në të njëjtën grop me ta, jo. Shiko telefonin tënd. Apple dhe prodhuesët të tjerë përdorin një taktikë të quajtur pair sparing, e shqiptëzuar diku serializimi. Ja si funksionon. Ekrani i iPhone-it tënd ka një numër serial. Motherboardi e njeh atë numër. Nëse e thyen ekranin dhe e çon në një servis të pavarur, ose mos bëf vakie e rregullon vet dhe vendos një ekran origjinal Apple nga një iPhone tjetër, telefoni do reagojë keq. Face ID-a nuk punon më, truton çaktivizohet, edhe ti nuk e kupton pse. Po sepse ti nuk pagove taksën e Apple-it për ti riserializuar pjesën. Për një çast mendove se ishe më i zgjuar se ata. Mendove se ja hodhe. Dhe një shtesë e vogël këtu janë të njëjtat kompani këto që mes lobingut të tyre detyrojnë qytetarin në thjesht të paguajë taksa karboni dhe riciklimi, kur janë të njëjtit persona që me politikat e tyre të korporatave i detyrojnë njerëzit të krijojnë mbetje dhe të blejnë aparatura të tjera për shkak se riparimi është aty i shtrenjtë me blerjen e një aparati të ri. Prandaj i kanë vdekjen këto politikat e gjelbërta se nuk na shërbejnë asnjëherë ne, po thjesht atyre ujqërve të paras. Gjithsesi, mbase është temë për episod tjetër kjo. Argumenti zyrtar i tyre për këto marifete është siguria, ka se ne nuk duam që bateria të shpërthejnë në xhepin tënd, duam të sigurojmë cilësinë. Nuk është se nuk kanë të drejtë, nëse baterinë edhe shpërthejnë, edhe janë problem. Po pse mos të përdorin bateri të tjera që nuk shpërthejnë? Apo a duhet vërtet zvendësimi i ekranit të çaktivizojë kamerën? Po kjo s'bën sens më. Qëllimi real është të vritet tregu i pavarur i riparimeve. Ata duan të detyrojnë ty edhe mua në një nga dy rrugët që ata i kanë planifikuar tashmë. Ose të bleshin pajisje të re, që është vjetërsimi i planifikuar, ose të paguash një abonim mujor mbrojtje. Flasim Apple Care Plus, Samsung Care Plus, gjëra të tilla. Prodhojnë brishtësi, le të themi, për të shitur sigurimin. Kjo është si mafia italiane e New Yorkut, vllai. Një rinko. Një mafios të thyen xhamin dhe pastaj të shet shërbim mbrojtje. Ka dua kaq lekun që mos të thyet xhami ty prapë tani, kupton? Dhe në 2026 kjo po përhapet. Pajisje shtëpiake, mjekësore, madje karige me rrota po bëhen gjithmonë e më të vështira për të riparuar,
pa abonime ose kontrata shërbimi të autorizuara dhe të shtrenjta. Ti vërtet mund të zotërosh plastikën dhe vidat, po ata zotërojnë gjithë logjikën që e bën të funksionojë. Tani ti mund të thuash, o vlla, a nuk e rregulloi qeveria këtë? A nuk nxori Bashkimi Evropian diçka? Dëgjova unë për një ligj. Aha. Ishte nga ajo anë janë kthyer ata, nga mbrojtja jote. Jo tek pasurimi atyre që i paguajnë me lobbying. Në fund të 2024-s dhe gjatë 2025-s, Federal Trade Commission u përpoq të kalonte rregullin click to cancel. Dhe premisa duke e mirë në thjeshtësinë e saj. Duhet të jetë po aq e lehtë anullosh një abonim sa e lehtë është dhe të regjistrohesh. Nëse ti e ke mundësinë nga krevati jot në 2 mëngjesit të abonohesh diku, duhet të kesh në jetën mundësi disa minuta më vonë të anullosh këtë abonim. Edhe nuk ka asnjë problem me këtë, tingëllon si logjikë thjesht, tingëllon si drejtësi. Është win-win, por çdo lloj gjëje që është win për ne konsumatorët nuk është e mirë për ata dhe lobistët e korporatave normalisht që e mbytyn komplet. Që nga fillimi i vitit 2026, sfidat ligjore i kanë ngrirë komplet këto mbrojtje. Dhe kompanitë e mëdha të kablorit apo ku dëgjon, zinxhiret e palestrave që shkonin për të bërë ushtrime, gazetat etj. Argumentuan se rregulli ishte arbitrar dhe kapriçoz. E përkthyer për ne plebejnë është na dëmton aftësitë për të mbajtur klientët të bllokuar dhe nuk na pëlqen Allah. Ku na lë kjo sot në atë labirintin e dark patterns. Ky lloj labirinti është një sipërfaqe, një interfejs përdorimi i projektuar për të mashtruar. Modeli është tetë i thjeshtë, fikse një labirint. Është e lehtë të hysh, e thuajse e pamundur të dalësh. Regjistrohesh online, po për të anulluar duhet të telefonosh një numër mes ku dëgjon orës 10 dhe 4, siç duan ata. Pret një 45 minuta në linjë që të flasësh me X specialist që puna e vetme e filanit është që mos të lejojë të mbyllësh telefonin dhe mos të anullosh abonimin. Të shtyn të konfirmosh një turp falso. Kur e klikon anullimin dhe ekrani thot a je i sigurt, stepesh ti. Varet nga platforma të bëjmë pyetje kësi, po miq do të mungojnë ose do humbasësh të gjitha të dhënat e ruajtura. Ti normalisht mbushesh me frikë nga humbja, pavarësisht se sa reale është kjo. Po kjo gracka e pauzave. Ti përpiqesh ta anullosh dhe të ofrojnë për shembull të pauzosh abonimin për 3 muaj. Në princip duket mirë kjo gjë, por pas 3 muajsh aktivizohet sërish në heshtje ai dhe ti e ke harruar fare. Në 2026-ën, kompanitë po shpenzojnë miliona për algoritme të drejtuara nga inteligjenca artificiale për mbahtjen e klientëve dhe parashikojnë saktësisht se çfarë oferte do të bëjë ty të hezitosh. Ata e dinë pikën tënde psikologjike të thyerjes më mirë se sa ti. Për shembull, unë anullova abonimin në Riverside prej shkurtit, sepse nuk isha donacione të mjaftueshme në podcast për ta mbështetur këtë. Gjatë procesit të anullimit, ata më ofruan 3 muaj pa pagesë vetëm që të qëndroja aty. Po normalisht duke pasur pasaj parasysh se çfarë formati unë po bëj tani, vendosa mos ta pranoja se ishte i panevojshëm. Dhe kësaj shpresa tek kliko dhe anullo aktualisht ka vdekur, se bara është plotësisht mbi ty, mbi mua për të luftuar rrugën tonë jashtë makinerisë së shpenzimeve të përsëritura. Le të largohemi për një moment të vogël nga antagonistët e korporatave dhe flasim për bashkëpunëtorin e tyre në krim. Bum, truri jot plak. Korporatat dinë më shumë për neuroshkencën se sa ti. Ata e dinë që njerëzit vuajnë nga një paragjykim i njohur si dhimbja e pagesës. Kur dorëzon para në dorë të dhem, e ndjen fizikisht humbën. Është diçka që e shef, që e prek. Kur kalon kartën, dhëmb akoma më pak. Por kur një transaksion ndodh në mënyrë automatike në orën 2 të mëngjesit, ndërsa ti je duke fjetur, nuk të dhëm hiç. Dhe kjo është arsyeja pse kompanitë janë të fiksuara pas rinovimit automatik. Se ky rinovim injekton, le të themi, anestezi në këtë transaksion duke bërë të papërfillshëm. Në 2026-ën, konsumatori mesatar në vendet e zhvilluara ka pak a shumë 10 deri në 15 abonime aktive. Ani nuk e di sa keni, ju tregoni sinqert, na shkruani në komente sa abonime aktive ke. Mos gënjeni. Studime nga CNR-ja për shembull zbuloi se njerëzit vlerësojnë shpenzimet e tyre mujore për abonimet me 197%. Mendohet tash që nëse ti e ke në mendjen tënde që je duke shpenzuar 8.000 lekë, je duke shpenzuar në fakt më shumë se 20.000. Të reja flasim. Këto janë abonime zombi, shërbime që ke ndaluar ti përdorësh muaj më parë vëlla, por që vazhdojnë të ushqejnë me llogarinë tënde bankare sepse dhimbja e anullimit, e gjetjes së fjalkalimit apo ky navigimi i labirintit është pak më e madhe se sa dhimbja e pagesës. Është si të themi një taks mbi dembelizmin. Dhe kjo është ndëruar në një industri shumë miliardçe. Jam i bindur që i keni parë reklamat për Instagram e të tjerë. Ekzistojnë startupe të tëra. Modeli
i vetmi i biznesit të cilave është të ndihmojnë të anullosh modele të tjera biznesi. Aplikacione që ekzistojnë vetëm sepse sistemi është projektuar të jetë konfuz. Zhvatje nga të gjitha anët. Çohu se të vrava, ulu se të vrava. Mendoj absurditetin e kësaj. Duhet të paguash një abonim për një aplikacion që të ndihmon të anullosh abonime të aplikacionit tjetër. Abonime deri në fund të jetës plak. Duke folur gjëra për të cilat duhet të abonohesh, por nuk do të pendohesh, kliko butonin e abonimit në këtë kanal. Se ndryshe nga të tjerët, kjo është falas dhe të premtoj që do ta gjesh shumë shpejt atë butonin çabonou apo unsubscribe. Kështu që e ke rrugën e lirë kurdo që ndihesh se duhet largohesh. Bile dhe abonimet me pagesë që janë në Spotify janë thjesht për mbështetjen të kanalit, janë idejuar si donacione sepse nuk përfiton asnjë gjë nga ato. Unë edhe Patreonin që kisha e hoqa për të vetmin fakt sepse besoj që këto ide dhe këto episode duhet të jenë në akses të barabartë për gjithë secilin dhe vetëm ai që dëshiron mund të japë një donacion, sepse mbështetja duhet të jetë e pastër dhe të pasqyrojë kënaqësinë e dëgjuesit dhe vlerësimin e tij direkt ndaj meje. Gjithsesi, tani po arrim te pjesa më e frikshme, abonimi banesës. Se nëse mendon se rritja e çmimeve në Netflix është e keqe, le të flasim për një abonim që edhe nuk e anullon dot, aq thjesht, strehimi. Për dekada ëndra amerikane si quhet, por tani edhe në Angli, Kanada, Australi apo Shqipëri nuk është se është ndryshe. Këto ëndra u ndërtuan mbi pronësinë e shtëpisë. Paguan hipotekën dhe kur ajo mbaron, aseti bëhet yti. Është rrjeta jote e sigurisë, që çfarë do lloj gjë ndodhi të paktën nuk të nxjerrë njëri nga shtëpia. Por kur grabitqarët e Wall Streetit i hodhën syt nga tregu i banesave, automatikisht identifikuan një defekt. Defekti normalisht ishte që shumë njerëz zotërojnë gjëra. Ç'është ky muhabet kështu? Nëse zotëron shtëpinë tënde nuk paguan qira. Pra për një investitor ky është kapital i vdekur. Dhe kjo po ndihet edhe në vitet e fundit në mënyrë shumë agresive edhe në Shqipëri, sidomos në Tiranë. Pas krizës së vitit 2008, për të cilën do të bëj një episod më vete, dhe duke u përshpejtuar masivisht drejt vitit 2020, investitorë institucional, fonde private, equities, hedge funds e të tjerë përballë shkarigësh, filluan të blejnë shtëpi familjare me mira. Edhe pa kujdes, ekziston një version i kësaj historie që thotë që BlackRock u zotron çdo shtëpi. Kjo është pjesërisht e saktë. Investitorët institucional zotrojnë një përqindje një shifrore të tregut total, por, dhe ky është një por i madh, ata përqendojnë blerjet në lagje specifike me rritjet e lartë. Në disa zona të kryeqendrave europiane, investitorët kanë blerë 30 deri në 40% të inventarit të disponueshëm vitet e fundit. Dhe kush mendoni ju se është në fund të zinxhirit? Në fund të këtij zinxhirit investues janë pikërisht korporata gllabëruese si BlackRock, Vanguard e të tjerë. Kur një blerës normal, unë, ti, tjetri, mundohet të konkurojë për të blerë një shtëpi, për të jetuar, as për portfolio, po thjesht për të jetuar vetë, ai automatikisht është duke konkuruar me një fond shumë miliardësh që ka aftësinë ta paguajë kesh, pa marrë kredi dhe nuk ka nevojë as për inspektim. Tani kush mendoni se fiton? Kush mendon se do e blej atë shtëpi? Edhe rezultati është rritja e komuniteteve build to rent, ndërto për të lënë me qira. Ecën ti sot në periferi të Berlinit, me që unë e njoh pak më mirë, do shoh disa lagje të tëra me shtëpi të reja, të bukura, me gardhe dekorative etj. Duket ëndër vëlla. Por ti nuk mund ta blesh sepse ato janë në pronësitë të një korporate dhe e vetmja gjë që mund të bësh është ti marrësh me qira. Ky është modeli i banimit si shërbim, sikur përqindja aktuale e qirave të mos ishte e keqe mjaftueshme. Dhe mekanika është e thjeshtë. Fillimisht i nxjerr njerëzit e zakonshëm nga pronësia përmes rritjes së normave të interesit dhe mos lejimit të pagesave kesh. E dyta, i detyron të hyjë në tregun e qiras, dhe e treta, rrit çdo vit qiran bazuar në inflacione fiktive apo shpenzime të kota, apo në raste më të keq aplikacione që ndihmojnë qiradhënësit si të rrisin dhe të argumentojnë rritjen e çmimeve. Nëse ti abonohesh tash për dhomën e gjumit, le të themi, apo kuzhinën, ndryshe nga hipoteka zotëri, e cila fikson kostot për 30 vite, qiraja përshtatet me këto ndryshore përgjithmonë dhe rregullisht. Ky është qëllimi përfundimtar i ekonomisë së abonimeve, të kthejë çdo aspekt të jetës tënde, nga filmi që ti shikon deri te krevati ku fle në një rrjedh të ardhurash të përsëritura për një të huaj. Se këtë e kanë thënë ata me gojën e tyre në forumin ekonomik botëror, që s'do kemi asgjë dhe do jemi të lumtur, nuk janë trillimet e mia se s'kam punë tjetër. Kalojmë te hallka e 7, tek fatura e re e shërbimeve, taksa e AI. Jemi të vetëdijshëm që po dëshmojmë ndarjen e shoqërisë në dy grupe. Ata që e përdorin AI Premium dhe ata që nuk e përdorin. Dikur inteligjenca që diçka që e zhvilloi duke lexuar libra, që i blije një herë ose duke shkuar në shkollë.
Sot, të konkurosh në mënyrë profesionale varet nga mjete si Gemini Advance, ChatGPT+, Copilot Pro, Midjourney, kështu gjërash. Mua kjo nuk më prek direkt, po me sa kam dëgjuar nga miq të mi që i përkasin këtyre fushave, ti nëse je tani programues, shkrimtar, dizajner apo analist të dhënash, të duhen këto mjete për të mbajtur ritmin. Por këto mjete nuk është se blien një herë. Janë abonime mujore dhe zakonisht nga 20 deri në $50 secila. Kjo është taksa e inteligjencës artificiale. Taksa që dënon produktivitetin dhe shpërblen konsumatorin parazit. Nëse do të jesh i zgjuar, i përforcuar nga modelet më të mira, do të paguash tarifën. Nëse ndalon së paguari, humbet trurin e dytë. Dhe fatkeqësisht tregu është i bërë i tillë që për të qenë konkurrues, duhet të rritësh shpejtësinë e përpunimit. Argumenti më i fortë po ashtu është se këto modele kushtojnë me miliarda dollar për tu trajnuar dhe për tu operuar. Kostot e komputimit janë astronomike. Normalisht duhet të tarifojnë abonime për të mbajtur shërbimin e qëndrueshëm dhe nga njëra anë është e vërtetë, por implikimi është se këto po krijojnë një klasë qeramarrëse kognitive. Kompanitë që zotërojnë modelet Google, Microsoft, OpenAI praktikisht po japin me qira inteligjencën. Të njëjtën inteligjencë që është krijuar nga unë dhe ti, se nga hiçi nuk doli. Ndërsa këto modele integrohen në gjithçka, email, ku dëgjon, procesor teksti, sistem operativ, ajo kosto bëhet akoma dhe më pashmangshme. Është si energjia elektrike e re. Nuk mund të heqësh dorë nga energjia nëse do të marrësh pjesë në shoqërinë moderne. Së shpejti, nuk do heqësh dot dorë as nga abonimi i inteligjencës artificiale. Është thjesht. Dhe siç e përmendëm pak më përpara tek streamflation, sapo të jenë varur të gjithë, çmimi do fillojë të rritet. Ku përfundon kjo rrugë, do të thoni ju? Nëse ndjek vjetët trendin nga 2015 deri në 2026, destinacioni nuk është as fiks komunizëm dhe as fiks kapitalizëm. Është tekno-feudalizëm. Dhe këtu normalisht unë bie dakord me Yanis Varoufakis, libri i të cilit është një nga frymëzimet për këtë episod, por për sa i përket prezantimit, shpalljes së problemit. Normalisht, nga që kemi drejtime të ndryshme, pikpamje të ndryshme politike, unë dalloj nga mënyra se si ai kërkon ta zgjidhë atë. Në feudalizëm, i zoti zotronte tokën dhe bujku e punonte. Bujku mbante një pjesë së kororave për të mbijetuar, por kur nuk zotronte asnjë. Në tekno-feudalizëm, korporata zotron platformën, tokën digjitale, e ndërsa ti edhe unë, përdoruesit, ne jemi ata bujqit e pisët. Ofrojmë të dhënat dhe parat dhe të korrat i mbajnë ata. Është e qartë që po lëvizim drejt jetës si shërbim. Imagjino një të ardhme të afërt ku frigoriferi yt inteligjent refuzon të hapet sepse abonimi yt dietik ka skaduar, ose lente inteligjencë në sytë tu nuk të lën të shohësh qartë dhe të tregojnë reklama nëse nuk paguan për nivelin AdBlock Pro për shembull. Mbasi ju duket juve sikur flas për chartun ose sikur jam trembur nga episodet e Black Mirror, po është një projekcion i thjesht logjik i të ardhmes duke parë se çfarë ndodhur deri tani. Nuk është fantashkencë, është përfundim logjik i modelit të biznesit. Nëse rritja është metrika e vetme që ka rëndësi për Wall Streetin dhe popullsia po stabilizohet, kompanitë duhet të nxjerrin më shumë të ardhura nga çdo përdorues ekzistues. Duhet të monetizojnë momentet e jetës sonë që më parë ishin falas. Së barku i tyre do ta imagjinoni kështu si një vrim të zezë që më shumë akoma marrin dhe nuk plas asnjëherë. Argumenti i tyre, normalisht efikasiteti, është kaq komode plak. Asnjë mbajtje, thjesht përdore. Dhe po, është komode. Derisa ndalon të jetë komode. Rreziku nuk është vetëm financiar, ka të bëjë me përditshmërinë, me mesazhin, me propagandën. Se pronësia është liri. Nëse zotëron makinën tënde, mund ta ngasësh në protestë. Nëse zotëron librin tënd, mund ta lexosh edhe nëse qeveria e ndalon olla. Nëse zotëron shtëpinë tënde, ti mund ta lyesh si do i qefi ty. Por nëse ti ke abonim, për shembull të makinës dhe ke gjorba parkimi, edhe nëse ti nuk do t'i paguash, të çon makina atje sepse edhe shteti ka një abonim me kompaninë. Të çon në rajon derisa detyrohesh t'i paguash. A do të shkosh në Tiranë për protestë? Po pa pritur, aplikacioni thotë se zona metropolitane e Tiranës është e bllokuar. Ata do të thonë ty që është e bllokuar për të siguruar ty dhe makinën, objektin, kundrejt dëmtimeve. Dhe normalisht nuk do të tregojnë se ka një kontratë me qeverinë përkatëse. Prandaj kur abonohesh, je i detyruar të kërkosh leje për çdo lloj gjëje në çdo lloj momenti. Gjithsesi arrim tek pjesa e fundit. Edhe pse kjo duket shumë e errët, nuk është se do ju lënë ankth, se sëmundja ime profesionale për inxhinieri më detyron të mos mjaftohem në analizën dhe përpunimin e informacionit kot. Jam instinktivisht i detyruar ta bëj këtë me qëllim
që me aq sa kam unë kokë të krijoj një zgjidhje që mbetet për të vlerësuar në të ardhmen nga të tjerë që mbase do e provojnë ose mbase thjesht do e analizojnë. Se të themi të drejtën, nuk është se mund të dalësh plotësisht nga bota moderne, tani vetëm nëse dëshiron të jetosh ku dëgjon, në një kaçube në malin e Tomori, duke shijuar natyrën, duke rritur dele apo dhi dhe i izoluar nga bota. Zili kam ata që bëjnë atë punë, po flasim për një tjetër grup njerëzish. Ja udhëzimi im amator për 2026. Rotacioni i pamëshirshëm, strategjia e kthesave. Mos i klient besnik vëlla, besnikëria është për qend. Për ne konsumatorët është dobësi. Trajtoj shërbimet e streaming si libra biblioteke. Zgjidh një për muajin. Shiko atë çfarë do të shohësh dhe anulloje, regjistroj të tjetri. Edhe kështu me radhë. Lëri kompanitë të punojnë për ty. Nëse duan të mbajnë, le të ofrojnë një ofertë rikthimi. Mos paguaj çmim të plot për 12 muaj rresht. Përveç se tani nëse e përdor çdo ditë. Për shembull, un anullova Riverside për podcastin, por gjithashtu anullova dhe Audible për libra zanor. Duke më qenë se shumica e librave që un kam interes gjenden gjithsesi si PDF, por për një pjesë tjetër kam Spotify. Unë e përdor Spotify për ditë për podcaste, muzikë dhe më mjafton që të dëgjoj dhe ato libra që nuk i gjej dot në PDF. E dyta, rebelimi fizik. Me aq sa keni mundësi blini media fizike. Edhe nuk po tallem, kam seriozisht, edhe pse duket sikur jemi në kohën e babaqemos tani. Nëse e ke mundësinë, do të blesh do të shohësh një film që të pëlqen, blije në disk valla, Blu-ray, 4K, këto gjërat. Nëse do një album, blije prap në CD. Do që nëse kërkon ndonjë videoloj, sigurohu që le të themi të blesh mënyrën fizike të saj në CD. Edhe jo ato CD që thjesht kanë një kod brenda, por që kanë CD të vërtet. Pse do thoni ju? Për shkak të doktrinës së shitjes së parë. Është koncept ligjor dhe thotë që pasi blen një kopje fizike, ajo është e jotja. Disney nuk mund të vinë në shtëpinë mes natës edhe ta marrë atë CD-n me borbardhën. Mediat fizike janë mënyra jote e sigurimit kundër censurës, apo rritjeve të çmimeve, apo mosmarrëveshjen e licencimit. E treta, lëvizja drejt teknologjisë budallaqe. Kur të jetë e mundur, bli pajisje të thjeshta valla. Nuk ke nevojë për kështu tostier me Wi-Fi. Nuk ke nevojë për lavatrishe që punojnë me aplikacion. Puna e lavatrishes është të rrotulloj rroba të lagura valla. Nuk ka nevojë të bëj update ditë për ditë. Teknologjia e thjesht gjithsesi zgjat më shumë. Ato që nuk janë smart, riparohen me lehtë dhe bile nuk t'i mbajnë as rrobat peng gjatë ndërprerjes së internetit. Nuk ka se duhet një shtrydhës automatik frutash. Bli një prej Tunxhi apo gize, si quhen. Janë më të mirë, janë më të thjeshtë për të përdorur dhe t'japin një kënaqësi kështu primale kur i përdor. Edhe e katërta është punën e sotme mos e lë për nesër. Kontrollo shpenzimet bankare të 90 ditëve të fundit. Gjej çdo pagesë përsëritur dhe bëj vetes tënde 2 pyetje. E kam përdorur unë të gjën 30 ditët e fundit? A do ta paguaja me para në dorë tani nëse nuk do të ishte automatike? Nëse përgjigjja është jo, hiqe, pa mëshirë, në të njëjtin moment plak. Se 5 këtu, 13 atje, mblidhen shpesh, se gur bëhet kalaja në fund. Nëse, kaq për sa i përket mendimeve të mia. Shiko, ekonomia e abonimeve nuk u ndërtua për përfitimin ton. U ndërtua për të zgjidhur një problem të korporatave, që ti që po dëgjon, ti gjirokastrit i qelbur, nuk shpenzon mjaftueshëm. Dhe në sytë të tyre jemi të gjithë gjirokastritne, apo gjakovar. Përshëndesim dhe vëllezërit tanë verior. Çakejt e zgjidhin problemin e tyre dhe kanë plane shtesë për të ardhmen. Tani duhet jemi ne ata që zgjidhim problemin ton. Komoditeti i abonimit është një kafaz i art, duket bukur dhe i rehatshëm. Dhe dera është gjithmonë e hapur. Për aq kohë sa vazhdon të paguash qiran. Por në momentin që ndalon së paguari, kupton se sa i vogël ka qenë vërtet ai kafaz. Thjesht le të lëvizim drejt mos qenë thjesht një përdoruesi. Le të jemi pronar, mos i komunist i vjetër. Të kesh nuk është vjedhje. E arritur me mund dhe djers, kjo mundson çmimin që e ke fituar ndër vite vëlla, lirin. Edhe nëse janë thjesht disa DVD apo një tostier që nuk e lidh me internetin, thjesht riktheje pjesë të territorit tënd, sepse me sa duket, gjëja më revolucionare e vitit 2026 është të zotërosh diçka. Unë ju falenderoj që dëgjuat këtë episod të Buçi Podcast. Ju lutem edhe një herë të lini like, mendimet tuaja në komente dhe ta shpërndani me miqtë tuaj. Deri në episodin tjetër, mbajini syt hapur dhe bashkë miru dëgjofshim. Buçim në bu, CH, CHI, bu, CHI podcast.